Përplasje mes presidentit së Kosovës Vjosa Osmani dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur në takimin e samitit të Brdo-Brionit të hënën në Durrës. Tek foli për zhvillimet brenda takimit me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, presidenti Osmani tha se presidenti i Serbisë ka tentuar ta prish takimin duke u drejtuar me arrogancë e fyrje. Mes tjerash, presidenti serb u ankua edhe për aleancën që Kosova, Shqipëria dhe Kroacia e nënshkruan në fillim të këtij viti në fushën e mbrojtjes. Vučići i Serbisë ju drejtua samitit me ofendime dhe arrogancë, me tentimin që ta prishte takimin, por arritëm në fund që ta miratojmë deklaratën e përbashkët me unanimitet dhe natyrisht për çdo propagandë që Vučići synonte që të prezantonte para pjesëmarrësve, ne si Republikë e Kosovës kishim argumentet tona të fuqishme. Osmani u shpreh se aleanca ushtarake Kosovë-Shqipëri-Kroaci nuk është e drejtuar kundër askujt. Edhe pse Vučići kishte ankesa për paktin ton, për marrëveshjen e përbashkët Kosovë-Shqipëri-Kroaci në fushën e mbrojtjes, ai mori rikonfirmimin ton të përbashkët që kjo shënon një bashkëpunim që ka për qëllim mbrojtjen ton dhe përgjigjja ime ishte që në tërë historinë e ekzistencës tonë si kombë, ne asnjëherë nuk e kemi sulmuar askënd, asnjëherë nuk e kemi pushtuar askënd, mirë po gjithnjë e kemi mbrojtur dhe do të vazhdojmë ta mbrojmë vetveten dhe integritetin ton territorial. Mosmarrveshjet me presidenten e Kosovës i konfirmoi edhe Vučići, duke thënë se ato erdhën në diskutimin për integritetin territorial. Imagjinoni kur Vjosa Osmani vjen dhe flet për integritetin territorial dhe mbrojtjen e integritetit territorial dhe pastaj barku juaj kthehet përmbys dhe të gjithë të tjerët dëgjojnë duke tundur kokën, kështu që ne ja kujtuam ditët e saj të turizmit në Kombet e Bashkuara, uruam më shumë turizëm në jetën e saj dhe kaq. Sipas Vučićit, në samit kanë marrë pjesë pa u përmendur shtetet, gjë të cilën e ka cilësuar trashëgimi të mirë të këtij procesi.